Presidenti në ikje, Bamir Topi, i cili me njerë pas mbylljes së mandatit presidencial do t'jetë drejtuesi i Partisë Frymëre Demokratike, kërkon që të garantohet barazia e votës së zgjedhësve. Gjatë një takimi me përfaqësuesit e trupit diplomatik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe OSBE-s, zoti Topi theksoi se do të ishte jetike dhe tepër e rëndësishme për demokracinë shqiptare, garantimi i votës së lirë të qytetarëve për ndarjen dhe ekuilibrimin e pushteteve, për ruajtjen e pavarësisë së institucioneve kushtetuese, si dhe për vetë ardhmen integruese të Shqipërisë. Ndryshimi i sistemit zgjedhor është kërkuar që prej nisjes së veprimtarisë së Komisionit të Reformës Zgjedhore nga partitë e vogla në vend, por demokratët dhe socialistët kanë lënë mënjan kërkesën e 24 partive, edhe pse kryeministri Berisha dhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama e frymosën draftin e hartuar prej tyre, duke mbyllur brenda këtij sesioni parlamentar një nga 12 pikat kyçe të vendosura nga Brukseli për vendin tonë, pa marrë në shqyrtim kërkesën për korrektimin e sistemit zgjedhor. Ndërkohë, gjatë takimit mes kreut të shtetit me ambasadorët Arvizu, Sekuj dhe Wolfart, u vu theksi në rëndësinë e përfundimit me sukses të reformave të rëndësishme për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ambasadorët e huaj të akredituar në Tiranë kanë theksuar rëndësinë e përmbylljes me sukses të kritereve të vendosura nga Brukseli, në mënyrë që vendi të përparojë drejtmarrjes së statusit të vendit kandidat.